Vion goditja e armbajtjeve pa leje finalizohet me sukses nga policia e Delvinës, operacioni policor i koduar Sunrise. Sekuestrohet një armë zjarri Kalashnikov, një armë gjau çifte, krera dhe municione luftarake. Në pranga poseduesi, i cili mbante të fshehura në banesë municionet luftarake. Në vijim të punës për parandalimin, evidentimi dhe goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje dhe bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca informative, të cilat bënin me dije se një shtetas posedonte armë në banesën e tij, shërbimet e policisë së Delvinës organizuan dhe finalizuan me sukses gjatë paradites operacionin policor të koduar Sunrise. Si rezultat i këtij operacioni, u arrestua në flagrant shtetasi LT 47 vjeç banues në Delvin. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë ushtruan kontroll në banesën e shtetasit LT, ku gjatë kontrollit gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri automatik tip Kalashnikov, një armë gjau çifte, një krerë Kalashnikov, 2 krera pistolete dhe një sasi fishekësh. Materialet procedurale në ngarkim të këtij shtetasi i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Sarandë për veprime të mëtejshme hetimore dhe procedurale.